Në kuadër të ditës botërore kundër duhanit, Gjimnazi 28 nëntori në bashkëpunim me operatorin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në Shkodër organizoi paradën e dëmeve që sjell konsumi i duhanit. Krijime artistike, poezi dhe mesazhe prekse erdhën nga nxënësit si një apel i fortë për t'i thënë dal pirjes së duhanit, që vitet e fundit ka njohur rritje të përdoruesve edhe tek moshat e reja. Kjo është pamja e varësisë. Nuk është një zgjedhje, por është një burg. Çdo hap bëhet më i rëndë, çdo ditë bëhet më e vështirë. Duhani nuk shuan stresin, ama të shuan ty. Qëllimi i kësaj parade ishte jo vetëm sensibilizimi, por edhe ndërgjegjësimi i komunitetit dhe nxitja politikave parandaluese në nivel lokal. Tema që ne kishim zgjatur sot në këtë aktivitet sensibilizues duhani rruga drejt së keqes është më shumë se sa një paralajmërim. Është një thirrje që ne i bëjmë rinisë për me zgjidhur një jetë shëndetshme. I bëjmë thirrje të jetojnë të lirë nga varësitë të cilat dëmtojnë jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Gjithashtu së fundmi një problematikë shumë e madhe e shoqërisë tonë është përdorimi në masë i cigareve elektronike. Kjo është një formë e re e cila zakonisht vjen në mitin që është në mitin e gabuar që nuk janë të dëmshme, por në fakt janë shumë të dëmshme realisht edhe se vetë duhani. Kjo është një problematikë shumë e madhe e shoqërisë sotme. Të rinjt kryesisht, sidomos adoleshentët, kanë prirjen identitare për me thy kufit edhe për me thy autoritetin. Edhe fillimi i duhanpirjes është si thyrja një rregulli që mund ta ketë vendosur familja, shkolla, shoqëria. Dhe kjo tendencë nuk është e shoqënuar shpesh me sensibilizimin në formën që aty një shkon për shtat. Pra ne si të rritun, si institucione, mundohemi që sensibilizimet gjithmonë t'i bëjmë në një formë shkencore, tradicionale, por format e reja për sensibilizimin kundër duhanit mundin me kenë më të prekshme edhe më të ndjeshme për vetëri. Statistikat e mia si psikolog dhe si shërbim psikosocial nuk është se ka një dallim gjenor në lidhje me përdorimin e duhanpirjes. Pothuajse është e përhapur si tek vajzat dhe tek djemt një lloj. Një nervesit më të këqija që një person mundet me pas, edhe ky aktivitet që është bërë sot është bërë për me ndërgjegjësu jo vetëm duhanpirësit që e bajnë pra damin, jo vetëm vetit tyne, por edhe për sa i përket duhanpirjes pasive, që do të thotë dami që i bajnë edhe të tjerëve rreth tyre. Është një problem shumë shqetësues në këtë ditë të sotme dhe shumë të rinj e konsumojnë duhanin shumë më fëmijë. Pjesa jame që do të thoja ishte që stop duhanit dhe asnjëherë mos ta pini sepse është shumë i dëmshëm për trupin. Shqipëria vjen të mbetet një nga vendet me nivelin e lartë të konsumit të duhanit në Europë, sipas të dhënave të fundit të Institutit të Shëndetit Publik, rreth 40% e meshkujve dhe 7 deri në 10% e femrave mbi moshën 15 vjeç janë konsumues rregull të duhanit. Ajo që shqetëson më shumë është fakti se mosha mesatare e fillimit konsumit ka rënë ndjeshëm dhe gjithnjë më shumë të rinjt fillojnë të pinë duhan që në moshë adoleshente, megjithse ka ligje në fuqi që ndalojnë pirjen e duhanit në ambiente publike të mbyllura dhe reklamat për të, zbatueshmëria e tyre vijon të lërë për të dëshiruar.